Parashikimi I motit në RTS. Zonja dhe zotrimi mbrëma, mirë se erdhët në përditësimin e kushteve atmosferike. Një qendër ciklonike krijuar në Afrikën Veriore, furnizuar me rrymajri të paqëndrueshme, do të ndikojë mes dheun duke sjellë resheshiu edhe në territorin e Shqipërisë. Pra në vendin tonë, për orët e mbrëmjes do të kemi shtim të vranësirave në zonën perëndimore. Mjegulla do të jetë në verilindje. Temperaturat regjistruan vlera në zonat malore 6-23 gradë. Zona qendrore 10-27 gradë, në Bregdet 12 maksimum 26 gradë Celsius. Në Kosovë, për ditën e mërkur, moti do t'jetë me kthjellime dhe vranësira. Temperaturat parashikohen 9-11 gradë në mëngjes, 18 deri në 22 gradë në mesditë. Për 24 orët e ardhshme, në vendin ton, moti do t'jetë me diell në pjesën e parë të ditës. Pas dite, do t'ketë vranësira mesatare deri të dendura shtresore për gjatë zonës perëndimore. Era do t'jetë me drejtim më jug-perëndim 8 metër për sekond dhe dalgëzimi forcës 3 në det të hapur. Temperaturat do t'jenë me rritje në të dyja vlerat. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë natën e mirë. Rajoni nesër. Europa nesër.